Një nga traditat më të hershme dhe më të bukura të Shkodrës, paja e vajzës u rikthye në vëmendje përmes një aktiviteti edukues dhe kulturor të zhvilluar në Muzeun Historik të qytetit. Të vegjëlit ishin protagonist kryesor të kësaj ngjarje simbolike, kur përmes lojës dhe interpretimit sollën në jetë një trashëgimi që prej shekujsh ka shoqëruar familjet shqiptare, sidomos në trevat veriore. Me veshje tradicionale, element të punuar me dorë, çelima, çarçaf të qëndisur, kostume popullore dhe objekte të tjera të trashëguara brez pas brezi, fëmijët prezantuan në mënyrë të gjallë dhe emocionale, gjithçka që përfaqësonte dikur pajën që familja përgatiste për vajzën para se të martohej. Ky aktivitet është një dëshmi e gjallë se kulturat dhe zakonet tona popullore nuk harrohen, por ruhen dhe përcillen me dashuri dhe kthehen në vlera të qëndrueshme për shoqërinë. Paja e vajzës nuk është vetëm një traditë, por edhe një rrëfim për kujdesjen e dinjitetin familjar dhe trashëgiminë shpirtërore të kombit. Aktiviteti u prit me interes dhe emocion nga vizitorët, ndërsa organizatorët theksuan se nisma të tilla do të vijojnë për të forcuar lidhjen e brezit të ri me rrënjët e tij kulturore.